Receta perfekte e kosit proteinik me mana dhe tërshër. Kemi këtu të gjithë ingredientët, kosrat e ndryshëm, njëri proteinik, njëri thjesht, gjithashtu proteinën, tërshërën dhe manat. Vendosim pjatën mbi peshore, hedhim diku te 200 ml kos të çfarëdo lloj, hedhim gjysmën e këtij kosit proteinik me boronicë, e përziejm pak nga pak derisa të kthehet në këtë formë në një trajçme këtu. Hapim proteinë Peace Science Select Vanilla që është perfekt për gatim dhe perfekt për këtë lloj gjëje, shija neutrale vaniljes dhe skupi on top gjithashtu. Hedhim diku te pothuajse një skup plot, edhe 22-25 gram janë plotësisht okay. E përziejmë ngadalë mos ta derdhet jashtë pjatës së gjitha derisa kthehet gjithashtu në një formë të një trajçme që është kjo këtu përsëri. Dhe mbi të hedhim pjesën e tërshërës, diku te 60 gram, 65 gram, varësisht dëshirës tuaj dhe konsistencës. E përziejmë gjithashtu me kujdes derisa edhe kjo të një trajtësohet e gjitha. Dhe pasi për kësaj do vendosim manat. Këto manat e zeza nuk është se kanë një shije kush e di sa të madhe, po boronica ama ka plot shije. Hedhim edhe boronicë sipër, i pozicionojmë çik bukur për video dhe foto këtu dhe shtojmë edhe pjesën e mjaltit sipas dëshirës gjithashtu. Nëse e doni më tëmbël mund të hidhni më shumë, nëse jo më pak, por këto janë makronutrientët e kësaj super pjate për një snack proteinik.